Kosova bëhet pjesë e bordit të paqes. Presidentja e vendit Vjosa Osmani në praninë e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka nënshkruar marrëveshjen për pjesëmarrje në bordin e paqes në Davos. Osmani u pa duke shkëmbyer edhe një bisedë të shkurtër me presidentin Trump, ku më pas nënshkroi marrëveshjen e cila u prit me duartrokitje nga të pranishmit e tjerë. Mirë po ajo që ra në sy ishte edhe shtrëngimi duarve mes Trump dhe Osmanit në mesin e shumë përfaqësuesve nga shtetet e botës. Çka është bordi i paqes? Administrata e presidentit të SBA-s, Donald Trump, ka kontaktuar figura të ndryshme anë mban botës për të bërë pjesë e të ashtu quajturit bordi i paqes dhe në etnitetet të lidhura me të cilat synojnë të mbikëqyrin qeverisjen dhe rindërtimin në Gazën e pasluftës. Shtëpia e Bardhë tha se do të ketë një bord kryesor të kryesuar nga vetë Trump, një komitet palestines teknokratësh, të cilët synojnë të qeverisin teritorin e shkatruar nga lufta dhe një bord ekzekutiv të dytë që duket se është projektuar të ketë një rol më këshillues. Për më shumë informacione, qëndroni në telegrafi.com.